Përshëndetje të gjithëve, sot do shohim këtë Volvo V70 T6 4x4. Te kam një 6-7 muaj që e përdor për ditë, po akoma si kam bo video, kam nisi ditë që e pata la, po nuk punon të mikrofonit, tash është pak zhull, po prap do e bëjmë gjithsesi. Kjo është me disë 17-që, është ngjyrë blu e errët, edhe pse është e palame, kur e la duket më shumë. T6 all-wheel drive, kjo e bot veçantë. Nuk ka shumë si këto në shitje, kjo po të futesh në internet, tash për shembull s'kishte asnjë, po maksimumi që kam pa në shitje si këto kanë qenë 2. Shumë makine e rrallë këtu, shumica janë motor 2.4 shnaft ose 2.5 benzin, po kjo është 6 piston në linjë. Mu më ka bo më shumë punë prej hapësirës, se e përdor për punë, edhe lart ka hapësirë për të vu gjona, ka këto 2 zgarat. Tani ta shohim edhe motorin, se ajo është pjesa që e bo më veçantë edhe po dalloje nga V70-at e tjera. Ky është motori 3000 benzin. Ky është me 287 kuaj, më duket te ky modeli 2008-s. Shumë motor i mirë, shumë motor i fortë. Nuk është se më ka dhënë ndonjë problem, i gjoj që i kam ndru këtë pompën e ujit. Edhe ishte pak problem ajo, e kam aty faturën, ta shoh, po nuk ishte lirë. Servis që i kam bo vaj filtra, edhe asnjë gjë tjetër. Si sot parkimi që si punojnë, po s'jam morë me ato fare. Shumë motor i mirë, ky është i përhap më shumë të këto Volvot XC60-at, XC90 vjetër se ka pas kurrte. Unë e kam benzinë, prandaj du ta ndrej se harxho shumë, me thonë drejtën. Shumë, ja do e shohim. Sa e ka konsumin mesatar, ta shohim dhe mrena. Tash ta nis me këto sendilet. 8 shoferit e ka elektrike me memorie. Pasagjerit kjo e ka kështu manuale. Po varet nga opsionet që ka, se kjo se ka shumë opsione, me thonë drejtën. Kjo është me 134.000 milje. Ta shohim. Konsumin mesatar nuk e kam shumë qartë se kam përdorur në autostradë. Po e di që e mush shumë shpesh. 11.4, ma ka ullë tash se kam vetë shumë rrugë autostrade këto ko. Tashi, mrena, timonin ka këto të volumit tu, këta e ka për të përgjigjë telefon me Bluetooth, po Bluetoothin se ka Bluetooth audio, të kam lidh AUX me Bluetooth edhe puno. Versionet e reja kanë pas Bluetooth audio. Tu ka këto të cruise controlit, timonin e ka kështu manual, nuk e ka elektrik për ta lëviz. Të rejshte e lëviz që si të dush vetë. Këtu ka këto që kontrollo kondicionerin. Kjo është sensorëve të parkimit. Këtu ka pastaj butona Bosch Lane Keep Assist. Kanë pas blind spot monitoring. Kjo se ka. Kanë pas parking assist në duket, e se di që mund të pas në gjë tjetër. Sendilet me ngroje, kanë pas që i kanë edhe me ftoje, por kjo ka vetëm me ngroje. Volvo ka pas, për herë ka pas pëlqy kjo pjesa, kanë vite që kanë pas bo, që është si një shoferi, si njëri me qenë i ullë, ku do të vijë ajri, këte kanë pas mirë. Edhe kjo është për përdor këto telefonin që lidh me Bluetooth për të folur në telefon. Ka edhe këtë navigatorit, ka këtë pultin. Kjo edhe për kohën që ka dalë, se ka qenë në gjë, po tash që se përdor kush kur fare, se avle hiç. Kontrollo edhe këtu mrapa këtë. Ka këto butonat këtu. Po kështu duket si e lezetshme për kohën. Po prapë edhe atëherë u ka dalë ka qenë si e vjetër. Këto sendilet me ngroje ngrofin shumë fare. Kështu si kabinë është e mirë, sendilet i ka shumë të rehatshme, shumë të rehatshme. Volvot mahen për sendilet të rehatshme. Kjo s'ka as bagjo, as panoramike, jo. Po si kualitet shu është e mirë, nuk bo as zhurmë, as i gjonë. Ndër makinat më të rehatshme që kom pas deri tash. Të sediljen këtu, e kom gjatë shtymë unë, këtu është bo me boj kjo, e përdor për punte, do me thonë. Po hapësirë ka edhe këto të kondicionerit këtu, që i komando vetë. Këtu në mes se ka, këmë duket se kanë pas opcionale. Hapësirë ka sa të dush për pas, edhe për te koka, te i ke ven sa të dush fare. Ka edhe këte këtu, që se ke kafsh, ose në gjonë, në qenë në gjonë. Edhe pjesa që më pëlqen mu është që i ulen sendilet rafsh. Edhe krau tjetër i ulet. Edhe del gjitha i bagazh pastaj. Qas futu, dyrë futu, qatë dush. Kjo është Chelsea, i Volvo, si ka humë kjo mrapa.
Asnjëherë s'kam kuptuar këto që bëjnë të start stop me buton, kur prap duhet me fut Chelsea, nuk është sikurse ndaj gjë më të madhe, thjesht e komplikon procesin. Është goxha e shpejt, goxha e rehatshme, me thonë drejtën. Ndoshta duket edhe në video, po nuk është shumë e mirë kjo rruga. Po kjo s'bëha si lloj zhurmë. Duket se këto janë të versionet e reja të faceliftit, e kanë këtë kilometrazhin elektronik, atë në qendër kanë të xhirave. Po mu më shumë pëlqej ky vjetër, me thonë drejtën. Shumë i thjesht, i bukur është edhe natën, s'ka si lloj. Këto të reja që janë bu vetëm ekran, nuk janë fancy madh. Po për punën që është, për funksionin që është kriju, e bo mos miri. Këto kanë pas edhe motora nga 1.6 naft, po besoj shumë i vogël për këtë kabinë, 2 mish, 2.4, 2.4 5 pistonç. Është motori Ford. Versioni D5 është ai që ka më shumë fuqi te këto. Ka pas me 185 kuaj, po më duket ato të reja të kanë qenë deri në 204. Po ai bë shumë zhurmë, po në pak si rond si motor. Edhe një gjë edhe në kabinë zhurmën. Te kjo nuk një gjë fare. Motora benzine ka pas 2 mish, ka pas 2.5 T5, edhe i fuqishëm ka qenë. Po ky është më i miri, për mendimin tim, nga motorat e Volvos, përveç 4x4-it, që to që ka pas, për 4x4-in që e ka prodhu Yamaha për Volvon, 4x4-in V8 që ka pas X90, edhe S80 ka pas atë. Ai është motori më i miri i Volvos, po mas atij është ky 3 mishi të 6. To të rejat pastaj në gjitha motor 2 mish. 997 turbo. Ai griu Porsche, shumë i mirë edhe ai. Janë të rrit në vlerë. Kush ka nga njëri në një të bëjmë review. Kur ca vash, shumë i rehatshëm, shumë e mirë. Nuk i një gjo këto, nuk i një gjo rrugën fare. Përgjigjet kur do me të shpejt, 4x4. Shumicën e fuqisë normal e ka para, se edhe vendosja e motorit është shu, horizontal, nuk është vertikal, drejt, që të shkojë fuqia mrapa. Edhe peshën e ka para, nuk është makinë fort e mirë për kthesa. Veçanta e kësaj makine, motori është, dhe to tjerat pastaj i ka, edhe V70-at e tjera. Edhe po të marrësh 2.4 naft, nuk është se je keq. Kjo harxhon më shumë, e harxhon më pak. Po thash vetëm pjesa zhurmës. E aty japim gaz herë. Është wow, nga e performancë që me të thy brinjët, edhe frenat mirë i ka. Po kur jep gaz ecën. Pa janë, këto dhe rrugës për shembull, nuk dallë fare. Nuk është Rolls Royce, po krahasu me Hondën që kam pas që përdor qa për ditë, është komplet ndryshe. Kjo është alternativë shumë e mirë, qofse dikush është në treg për seria 5 me portobagazh, A6 me portobagazh, ose Jaguar XF me portobagazh po themi, shooting brake, ose E-Class me portobagazh. Mund të them ndoshta edhe më e fortë, pak më e veçantë. Volvo nga këto europianët paktën është më të përherës makinë e fortë. Edhe pse ka një 10 vjet që e kanë bie kines tash, po është e fortë, nuk është problematike. Kështu që e kisha rekomandu si makinë për njerëz që duhet makinë për bagazh. Ky model është shumë i mirë. Në eksperiencën time as s'është problematik asgjë. Tani të bëjmë edhe mbylljen edhe konkluzionet për këtë makinë. Është makinë shumë e mirë.
po të mos hargjon të kaq, nuk do e kisha shit asnjëherë. Po prapë, hargjo për mua që e përdor, kur dal me përdor bëj shumë kilometra, shumë milje. Po nëse e ke për makinë që e përdor rrallë, prapë shumë e mirë është. Në Shqipëri, për shembull, benefiti është që e kthen gaz dhe konsumi i ullet shumë. Konsumi i lekëve ose i karburantit ndoshta rritet pak, po konsumi i lekëve i bie shumë më lirë edhe atje ja vle. Në Shqipëri ne si kemi qef makinat me portobagazh, po Volvo historikisht ka bërë makinat më të mira me portobagazh. Nëse përdor makinën edhe për punë, e shef që ja vlen makinat me portobagazh. Paktën nëpër Europë që të duhet edhe me majt gjona, me lëviz, me fut materiale, e gje shumë përshtatshme dhe ja vlen makinat me portobagazh e ecin më shumë. Shqipëri si do njeri, si blen njeri janë të shëmtuta, sepse edhe prioriteti është si makinat i marrin si për qef, vetëm të pamja gjykohen më shumë, jo për funksionalitet. Këto janë shumë funksionale. Gjonat që mund të marrësh te kjo me sendile të shtrime, duhet me pas furgon për t'i marrë që makinat e tjera nuk i marrin. Tashi, si performancë, kjo është goxha e shpejtë. Dhe sidomos për shembull me hyjmë i bona modifikim, jo si rritet shumë fuqia në fakt, se po ti bësh stage 20-30 ku ai rrit, nuk i rrit shumë. Po në performancë kështu siç është shumë e mirë. Është 4x4, kështu që nuk ke probleme, nuk ngel në herë ska si gjë. Motori është shumë i fortë, po t'ja bësh edhe shërbimet në kohë, s'jep probleme. Tash kjo water pump, kjo pompa ujit që kam ndruan, ajo i vje kohë që do ndren gjithë, ajo të hap pak më shumë kohë. Këtu të shko më shtrenjt, normalisht Shqipëri të shko më lirë, po të shko më haku punës, të shko më shumë, se doj çik kohë, nuk del aq kollaj, s'ka vend shumë. Po prapë kjo është ndër motorat e fundit të ri që marrin 100% gaz. Kjo është plus, edhe në Shqipëri kanë futur shumë XC60 me këtë motor, edhe janë makina shumë mira. Ju falenderoj shumë gjithëve për mesazhet, për pyetjet, për komentet. Kena shku 6.000 subscribers, më duket. Dhe faleminderit gjithëve. Nëse si keni bërë subscribe, bojeni që të shkojmë 10.000. Dhe shifemi në videon e radhës. Gjithë mirat, mirupafshim.